أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm e këtë xhami, vazhdojmë me këto mexhlise ku na mblidhemi për të marrë mësime dhe porosi nga një prej librave të një autorit i cili gjatë historisë ka dëshmuar rëndësinë dhe dobinë që ka në jetën e muslimanit. Shëtisim në kopshtet e burrave të devotshëm, ku gjejmë porosit kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilat kemi nevojë të gjithë ne vazhdimisht në jetën tonë. Rrugë e cila nëse ndiqet këto udhëzime na çon sigurt tek Allahu i Madhreshëm, mëshira dhe kënaqësia e tij. Andaj lum për ata njerëz që e detyrojnë veten dhe ja prishin qefin egos së tij dhe i krulin ose i grumbullojnë këmbët e tyre, gjunjët e tyre për të marrë pjesë në këto mexhlise. Lutim Allahun e Madhreshëm që Allahu t'i lidh zemrat tona për dijen e dobishme dhe veprat e mira dhe për të mexhlise të xhairit, dhe lutim Allahun e Madhreshëm që Allahu t'i vazhdon këto mexhlise edhe të vazhdojnë këto tubime derisa të ketë jetë në këtë tokë. Jemi në hadithin 662 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i 4 në këtë kapitull dhe i fundit, kapitulli i cili flet për vlerën e pushtetarit të drejtë. Thot Imam Nevevi rahimullahu taala, wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ahlul jannati thalathatun dhu sultanin muqsitin muwaffaq ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم. Thot Imam Nevevi rahimullahu taala na rëfen Iyad ibn Himari radiallahu anhu, i cili thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: banorët e xhenetit janë 3 lloje të njerëzve. I pari, pushtetari i drejt dhe i suksesshëm. I dyti, njeriu i but, me zemër të but, i mëshirshëm dhe çdo familjari dhe muslimani. Dhe i treti, njeriu i ndershëm karshi haramit, i ndershëm karshi lypjes, edhe pse ka gru edhe fëmijë. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pra, edhe ky hadith vjen për ta dëshmuar vlerën e pushtetarit të drejtë, i cili qenë ka prej banorëve të xhennetit. Në mësimet e kaluara filluam të japim një përshkrim, një sqarim aspektit gjuhësor, shprehjeve që janë përdorur në këtë hadith. Folëm për momentin kur një besimtar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një sahabe e ka ndëgjuar drejt për drejti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çfarë ndjenje ka qenë ajo atëherë, ndjenje e cila duhet na shoqëron edhe neve sot, të cilët mblidhemi për të ndëgjuar këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për t'i mësuar ato. Pastaj folëm për shprehjet në fillim të hadithit që zgjojnë kurreshjen e besimtarit për xhennetin,
se tha banor të xhennetit, njerëzit që familiarizohen aty në këto kovshte të veçanta, të mëdhaja, që Allahu i ka përgatit për robët e tij besimtar. Që pastaj shohim përshkrimin e këtyre 3 grupeve, që do jenë banor të xhennetit. Kush janë këto 3 lloje të njerëzve? Dhe i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të parin, tha 3 lloje, edhe përmendja e 3 llojeve e vazhdon me zgju vëmendjen e dëgjuesit. Që ne kur ndëgjojmë një ajet kuranor, edhe kur ndëgjojmë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo shkronjës duhet m'ia dhënë rëndësinë. Jo vetëm me lezu kalimthi, sipërfaqësisht, por më ndal në çdo shkronjë, ajo që themi na shqip, në çdo pikë e çdo presje, edhe më ndal me tentu, me kuptu thellësinë e asaj shkronjaje, e asaj fjale dhe asaj fjalije. Nëse kështu na i qasemi Kur'anit fisnik dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo neve na ndihmon për 2 gjëra. E para, na lidh shpirtin ton fuqishëm me këto fjalë të Zotit edhe porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, na ndihmon me kuptu gjëra të cilat në leximin ton sipërfaqësor nuk do i kishim kuptu. Edhe andaj leximi i Kur'anit edhe i Sunetit duhet të jetë lexim me vëmendje, lexim me përkushtim, lexim me meditim. Leximi sipërfaqësor nuk kërkohet. Për shembull, sot dietarët, shkencëtarët kur flasin për leximin, thënë leximi është 2 lloje. Leximi rëndom, i zakonshëm dhe leximi i shpejt. Janë teknika të reja, të cilat i shërojnë dietarët dhe shkencëtarët që njeriu sa më shpejt të lexojë. Edhe kjo praktikohet tek studiuesit, tek shkencëtarët e sodit, tek studentët e sodit. Ama kur flitet për Kur'anin apo për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty nuk përmendet leximi i shpejt. Aty s'ka kategoria e dytë, ka vetëm leximi i kadarshëm, as i rëndom kjo, po i ngadarshëm, i qetë, i vëmendshëm, i përkushtuar, sepse kjo nuk është fjalë e rëndom e një shkencëtari, e një dietari, por është fjalë e Allahut xhelal. Edhe porosit që janë brenda janë të mëdha. Andaj ehlul xhenneti thalatha, banorët e xhennetit janë 3 lloje, pra edhe banorët, edhe xhennet, edhe 3, të gjitha këto janë rendit në atë formë që ta zgjojnë vëmendjen e besimtarit e të shoh kush janë ata 3, çfarë cilësie pas kanë, çfarë vetie kanë, çfarë karakteristikash kanë, çfarë punësh kanë, që kanë banorët e xhennetit. Edhe pastaj filloi me i rënit një nga një dhe tha e para, ose grupi i parë, dhu sultanin muqsitin muwaffaq. Pushtetari i drejt, e përkthejmë na i suksesshëm. Në formulimin në gjuhën arabe ka ardhur pushtetar, pronar i drejtësisë dhe të cilit i është dhënë sukses. Ka dallim. Në themi suksesshëm, do thotë suksesin e ka arrit vetë. Në gjuhën arabe thuhet, do thotë muwaffaq është ati që i është dhënë sukses. Do suksesi nuk është i tij subjektiv, por ati për shkak të insistimit të tij me qenë i drejtë, Allahu i ka dhënë sukses. Gjithë neve në jetën tonë suksesin, përparimin, arritjen e qëllimeve e bëjmë me ndihmën e Allahut. Të gjitha të arriturat tona na vijnë me ndihmën e Allahut. Unë që flas e bëj këtë punë sepse Allahu më ndihmon, Allahu më maleton, Allahu më shtyn përpara, Allahu më përkrah, Allahu më maleton.
Për shkak se Allahu do thotë don edhe bëhen kjo punë. E nesi që inqizon, vjen me inqizu se Allahu don atë me sjell këtë pozitë, që ai me regjistru një punë e cila do mbetet e regjistruar në regjistrin e jetës së tij, ani pse është i ri. Është një kontribut, një investim në jetën e tij, të cilin ja mundson Allahu dhul xhelal. Ti që ke ardhur me ndëgju, njëjtë ke ardhur sepse Allahu të ka ndihmu, Allahu të ka letu, Allahu të ka forcu, Allahu të ka shtyr përpara. Ka plot që dojnë me ardhë, që e mendojnë me ardhë, që e flasin me ardhë, po nuk vinë. Pse? Se atë Allahu s'ka dash me këto. E kjo është shumë madhështore vëllezër, veç këtë fakt më menu. Ti e bën një punë të mirë se Allahu don. E Allahu don ta bësh ti një punë të mirë kur shef se ti sinqerisht e don atë punën e mirë. Kur shef se ti e meriton me bëu atë punën e mirë. Edhe kundërt është e kundërt. Andaj kur folim me të vëllaznin, edhe i këshillojmë, edhe i qortojmë, edhe i kritikojmë, ata i dhonë, u kësenteli. I themi, pse ti zvjen sabah? E normalisht këtë na kemi arsyetime. A nuk do të me kuptu se ti vjen sabah pse don Allahu me ardh. Dhe nuk vjen sabah pse don Allahu ti me ardh. Që do të thotë, momentin që ti je i sinqert në vendimin tënd, të ndihmon Allahu, i eliminon pengesat edhe të sjell. Edhe në momentin kur zvjen ti në sabah, do thotë Allahu e ka pasur në zemrën tonë, mungon vullneti i duhur, sinqeriteti i duhur, vendoshmëria e duhur, edhe ti nuk vjen. Nuk o problemi a ki mundësi, as ki mundësi. Se na e kemi dëshmu vazhdimisht se në rrethana ku na e kemi vendos për një punë, për herë kena mundësi. Që përmendëm edhe dje. Pse s'tik ti aeroplani kur? Pse kur keni punë serioze të dynjos ti s'mungon kur? E sabah mungon pse ti s'je bind se me dalë sabah në xhami është ma shumë se me shku te njoni që t'i jep 1.000 euro. Jo ma shumë, pa krahasim ma shumë. S'je bind hala, se në momentin që ti bindesh, gjithë natën e pa gjumë. A kupton? E tash kjo është shumë madhështore. Na vim në xhami, na e bëjmë një punë të mirë se Allahu don na me bë, e Allahu don na me bë punë e mirë kur e shef se zemra jonë është e pastër, është e lirë, është e mbushur me dashuri dhe dëshirë për me bë një punë të mirë. Se Allahu s'ka nevojë për punët e tona. As për ne s'ka nevojë. Kur na sjell neve në punë të mirë, atë kur shef se na i dojnë ato punë mirë, sinqerisht, jo laf goje, jo muhabet, dite edhe natë. Po jemi të sinqert. Edhe për atë shkak në punët e hajrit, punët e mëdhoja, marrim pjesë në numër i caktuar i veçantë i njerëzve, i pakët, gjithsesi. Jo krejt. Edhe secili prej neve këtë punë e shef shumë qartë vetveten e vet. Kur e shef se është pjesëmarrës shumë punë të mira, edhe kur e shef se ka rapi lige, sipas imanit të tij. Kur e ka imanin e fortë, është i vendosur, nuk luhatet, nuk, më thonë, rrëshqet, nuk mungon. E kur i bie intensiteti i imanit të tij, haj s'ka gale. Unë i them vllaznive, s'ka gale për një herë, për herë s'ka gale për një herë. Problemi është se ti kur të mungosh një herë, ta mëltohet mungesa, pastaj mungon edhe 2 herë. E kur të mungosh 2 herë, pastaj mungon, na e kemi pa me njerëzit tonë, që shokët e tonë. Si të mungoje një herë, 2-3 herë rend mungon. Ma letë e ka me mungu për dytje, për sretje, për pestje, për zdhejtje. Ama kush i rigati mundohet mësë me mungu asë një herë, ati Allahu ja animon mësë me mungu asë një herë. Edhe në shkollë është e njëjta. Nxënësit që janë serios edhe të vendosë, ai s'mungon kur, përveç se me arsye, edhe atë janë shumë rrallë. Edhe ai që se ka gale, shif nëse e ka numrin e mungesave, sa të dush. Jeta është kërkon seriozitet të vllazë. Të gjitha mejdanet e punës. Ama sidomos mejdani i adhurimit të Zotit është më i rëndësishëm. E këtu nuk ka hajgare, dini pse vllazë, se s'ka më as është mohabeti se ti sjep llogari as imamit,
as hoxhës, as ligjëruesit. Se këtu kush ta ka mbledh neve me kontratë. Edhe s'kemi na mi dhon llogari njëri tjetrit. Ama kjo punë është me kontratë me Allahun subhanahu wa taala. A jemi na rob sinqert edhe vërtet Allahut, apo e kemi kuptuar fesh kële shko? Apo jemi si përfaqësor edhe kuptimin edhe zbatimin e fesë? Hoxhallarët e Egjiptit të rit e kanë një fjali që e përdorin, edhe kjo vlen për hoxhallarët edhe gjithë ata që e shërbejnë Davetin. O Zot, mos na bë neve që në shpinën tonë ka përcej njerëzit për në xhenet e na bim xhehenem, Allahu na ruaj. E ti ka nërë ti mundesh me shërby i Davetin, e mi bo hajrë tjetër, po vetës i bon hajrë. Ose ajo që ka përmend Allahu në Kur'an, mathalu alladhina yahmiluna asfara, shembull ative që majnë libra mbi supet e tyre, mathalu al-himari. Është shembulli atyre që i gomarit i cili man libra mbi shpatullat e veta e nuk di çka man. Me bo Davet nuk është mi kallzu tjerëve për fejnë e vetës me punu. Me bo Davet do më thonë fillimisht të vetë me u binë se duhet me bo atë vepër të mirë, pas të tjetër me atë regu. Kjo është esenca. Esenca na secili me ne, secili duhet me vetën e vetë me punu. Edhe me përmisu, edhe me rregullu. Jo merr shumë që themi na këtu shkup mbrej, me shlu në lera. Edhe folit njerëzve për feja, ma vetë s'ka gala i asia. Ashtu nuk shkon. Nuk zgjat. Ti nuk fiton për asaj të mirës që ti e promovon. Feja nuk është promovim edhe reklame materialit reklamues. Feja është jetë. Feja është ndjenjë, feja është emocion, feja është vepër, feja është parim, feja është ideal, feja është sakrificë. Janë shumë gjëra të mëdha këto vllazërit, domthonë ka nërë është turp na më identifiku me Islamin, më identifiku me Davetin, më identifiku me Sunetin është turp, sa poshtimi na dhe sa nalt kanë qenë ata burra që na pretendojmë se ndjekim hapat e tyre. Edhe fatkeqësisht hala vazhdojnë njerëzit me mashtru vetveten. Edhe pe porosive të mëdha që jap vetvetes fillimisht, pastaj edhe secilit që na ndëgjon është te Allahu vetëm sinqeriteti i vlerësohet. Aktrimi, mashtrimi, dhe improvizimi nuk ka përcjell te Allah. Unë muj me aktru para teje, ti mund është me aktru para meje, unë muj me improvizu para teje, ti mund është me improvizu, ma te Allah nuk ka përcjell këtë gjë. Te Allahu do thot rentgen të bën zemrën, mrena. Edhe keq ka është mrena del jashtë. S'mundet mu më shefaj. E shef Rabbul Alemin, atë që ki mrena. Atë që për kejtve e fsheh. A më pia Allahu se ne fsheh. Edhe andaj jeta jonë vazhdimisht ka nevoj për ndihmën dhe për krahin e tij. Dhe na vazhdimisht e lusim Allahu me na ndihmu. Jo rastisht në çdo ditë, çdo namaz, në çdo rekat, kur lexojmë Fatihan kërkojmë ndihmën e Allahut, në adhurimin e tij, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë Allah dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë që këtë adhurim të arrijmë kulmin, që të vazhdojmë me këtë adhurim, që të mos largohemi nga kjo adhurim. Ti na ndihmo, se na vetë nuk mujmë arrit, atë që në mendimin tonë e arrijmë. Gabimi më i madh është me mendu njëri se me dijen e vet, me mirësinë e vet, me zemërparësinë e vet, me devotshmërinë e vet, me aftitë e veta mundet të marrë. Jo. Vetëm mendimin e Allahut. Andaj këtu përmend dhu sultanin muqsitin muwaffaq. Pushtetari i cili është pronari i drejtësisë dhe të cilit Allahu i ka dhënë sukses. Se kur Allahu e shef një pushtetar se është i drejtë dhe e synon drejtësinë, Allahu e ndihmon me arrit qëllimin e tij. Vetë s'mundet me arrit. Ama pse dështojnë sot pushtetarët? Sepse brenda vetes nuk janë sinqert. Sa të brenda vetes nuk e dojnë drejtësinë. Edhe andaj nuk kanë sukses ata. Dështojnë. Edhe unë shpesh e tham, sa dim na për të këqijat e tyre, ata din edhe ma shumë për vetën e tyre. Se dim na këtë zezat që i bëjnë politikanët, pushtetarët,
e i menojnë. Si dim na ketë, ne i dim një pjesë të vogël, ajo që den shesh, e ata që dim për vendin e tyre shumë më shumë. Edhe nëse themi mos e pse doli filoni ka shkeq, pse dështoi filoni ka shkeq, pse i dul shesh kjo marrë filonit, sepse ata këshia që i bëjnë janë shumë më shumë se ato që dim na. Edhe andaj as e kanë ndihmën e Allahut e as i përcjell ata suksesi në jetën e tyre. Andaj e përmeni pushtetin të shoqëruar me drejtësinë. E pushtetari për me qenë i drejtë duhet me qenë konstant në vazhdimsi në xhihad me nefsin e tij. Nuk mundet me marr epitetin pushtetari i drejtë. Elhamdulillah. Nuk mundet me marr epitetin pushtetari i drejtë ai që veç një herë është i drejtë, apo veç dy herë është i drejtë. Por ai që vazhdimisht e lufton egon e tij, nefsin e tij, epshin e tij, edhe çdo ditë, në çdo rast është i drejtë. Atëra është pushtetari i drejtë. Edhe një besimtar është i devotshëm, i thuhet kur ai për ditë është i devotshëm. Kur ai sabah akşam është i devotshëm. Kur ai gjatë gjithë jetës është i devotshëm. S'mundet një herë, po tash normalisht mjetet do thot vizuele mundet me të paraqit ty shumë ditshëm edhe shumë të mendshëm edhe shumë devotshëm. Po kjo përsëri është e njerëzit. Allahu e di më së miri se kush jemi na. Edhe sa jemi na të devotshëm, edhe sa jemi na të sinqert, edhe sa jemi na të ngritur te Allahu subhanahu wa taala. Andaj besimtari nuk ka nevojë mu mashtru me lavdërimet e njerëzve ndaj tij. Se njerëzit lavdërojnë aq sa din për ty, ata nuk i din këtë punë për ty. Pra çka kur e lavdërojshin Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, a kush ishte Ebu Bekri? Në dijen e tij, në devotshmërinë e tij, në drejtsinë e tij, në sakrificën e tij. I thike Rabbena la tuakhidna, o Zot mos na dëno për atë që thënë këta për ne, për lavdërimet që na japin neve. Edhe ju e dini, kina përmend në këtë mëngjes se Sheh Albani rahmetullah alej e kishte zakon që kur dikush e lavdronte atë në sy, me thon këtë që ka thonë Abu Bekri radhiyallahu anhu kohën e tij. La tuakhidhni bima yaqulun, o Zot mos më dëno për atë që thënë ata për mua. E lavdrojshin. A dhe o Zot mos më dëno për këtë lavdërim që ma bën njerëzit mua. Pse? Se nuk e meritoj. Waqfir li ma la ya'lamun, mi fal gjunat që ata nuk i din për mua. Ati i din. Waj'alni khayran mimma yadhunnun, edhe më bëj mu më të mirë sa që mendojnë ata për mua. Është lutje madhështore Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, e që na e kemi mësu nga përsëritja e shpesh që e bënte Sheh Albani rahmetullah alej kur dikush e lavdronte atë në prezencë të njerëzve. Shive, do më thonja, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, që imani i tij është më i rëndë se imani i këtë banorëve të Medinës. Kur lavdroshin atë theke, o Zot mos më dëno për lavdët që më japin njerëzit mua. O Zot më fal gjunat e mia që ata nuk i din për mua. O Zot më bën më të mirë se sa ata që mendojnë për mua. E na sot për shembull me pak punë, me pak angazhim në rrjetet media, mendojmë se ku me ditë kush jemi. Ku me ditë kena mrit. Ku me ditë sa jemi të bo. Ka dalë be burr, ka dalë. Hala je i ri, hala, domethënë, s'ke bone punë të jashtëzakonshme, në punë shumë të madhe. Pastaj këto do që kena bon, sa janë kualitet, sa janë sinqerta, sa i ka pranu Allahu. Ka dalë, hernes ku shkojmë të Allahu, kena me po na, çka kena marrë me veti. E çka na ka ra rrugës, e çka është prish ndërkohë, e çka është kalm. E mush hamarin me drith e me pemë e perime. Ama deri në pranverën e arshme, sa presoj të jetë, sa presoj të qënë, sa presoj të shërben, pikpyqe. Kalmën se në ndërkohë. Andaj, Allahu dhu gjitha thënë kuan, men gjaa bil hasanati, kush vjen me të mira.
Jo kush e bën të mirë, kush vjen, e ka bo atë mirë edhe e ka rujt. Edhe e ka marrë me veti deri ku ka dalë para Zotit. Se ka prish ndërkohë, se ka dëmtu ndërkohë, se ka hub ndërkohë. E ka marrë me veti deri ku ka dalë para Zotit. Edhe ai edhe veprat e tija kanë dalë para Allahut dhe Allah i bën llogari. E pastaj e njes pi asaj çka jet e çka s'jet, po në fund e nes bilanci përfundimtar. Ti më nëse ki bo shumë, po ti bën Allah plu e hi. Si që se ka bo atyve të parve që me te u ka kallë gjenemi, Allahu na rujt. Djetar, mujahid, dordhan, para mendo, ata kanë dhonë shumë, kanë sakrifiku shumë, kanë punu shumë, por një jeti se kanë pasë sinqert, plu e hun hi u ka bo këtë. E ti edhe pak ki bo edhe pikpytje sa i koni sinqert edhe Allah, krekosesh, duket vetja i madh, ka dalë me burë. Andaj thime na, raportet me Allahun duhen në tonë vetëm basë sinceritetit. Pak e sinqerisht është shumë e vlefshme të Allahu se shumë e pa sinqert. E para mendo me konë shumë edhe sinqert. Atëherë ti je tamam fituesi i madh. Pra shkak, tu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdori një pronar, një pushtetar, i cili është pronar i drejtësisë, drejtësia është kategori e pandashme nga jeta e tij dhe muafak, ati Allahu i jep sukses. Do thot, veprimet e tia, fjalët e tia, synojnë me fitu kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala dhe janë të vazhdueshme në jetën e tij si rezultat i drejtësisë që Allahu e ka pasur ky njeri në jetën e tij. Pastaj tha wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslim. Do thot, janë disa tipare që janë ndërë të ky besimtar, njeriu zemërbut, i mëshirshëm, edhe ndaj familjes, edhe ndaj besimtarve. Gjithashtu karakteristik e veçantë, zemërbut, jo arrogant, jo mendje madh, jo përbuzës, jo ofendus, po zemërbut, edhe i mëshirshëm ndaj njerëzve. E mëshira ndaj njerëzve nuk është me toleru gabimet e tyre. Mëshira ndaj njerëzve nuk është që ata edhe kur bëjnë mirë, edhe kur bëjnë keq, ti me thonë mirë e ki. Po mëshira ndaj njerëzve është kur ata e bëjnë mirë, ti me i përkra edhe me ndihmu e me motivu, e kur ata bëjnë keq ose bëjnë gabim, ti me i këshillu edhe me i korrigju. Fëmia i smund, ti do të mja dhoni ilaçin, ai e refuzon. Edhe prindi i mëshirshëm ndaj fëmisë nuk i jep ilaçin. Çka ndodh? I përkeqësohet gjendja shëndetësore. Bëhet edhe më i smund. Po kur ti e sheh që fëmia është i smund e nuk e don ilaçin, ti me zor ja jep. E këtë rast ke imponimi joti me përdorë, me konsumu ilaçin e fëmijë, është nga mëshira që ki për te. Pa e se kupton, ama ti e din edhe e përdor. Ande edhe një këshill e vrasht, një qortim i ranë që t'i jep diku që ka vën, a e kupton se është vrasësi edhe arogancë, ama ti që e din se ku çon kjo këshill, ku e çon atë kjo këshill, kjo është mëshirë ndaj tij. Ande mëshira nuk është tolerancë ndaj gabimit ose ndaj keqës, po mëshira është kujdes ndaj tjetrit edhe kur e ka mirë, edhe kur e ka keq. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith grumbulloi te ky besimtar mëshirën dhe butësinë që normalisht tregon pozitën e madhe që ka mëshira dhe butësia në jetën e muslimanit dhe kjo duhet të jetë karakteristike e muslimanit në raporte me gjithë njerëzit. Afër qofshin apo të largët. Kushi qofshin apo të largët. Njerëz që me tek kontakton për çdo ditë apo njerëz me cilët kontakton rrallë. Andaj tha me çdo familjar edhe me çdo musliman. Pra besimtari duhet me manifestu mëshirën e tij me sjelljen e tij dhe të tjerëve, të gjitha situatat dhe rrethonat, edhe kur është i varfër, edhe kur është i pasur, edhe kur është pa pushtet, edhe kur është me pushtet, edhe kur s'është i famshëm, edhe kur është i famshëm. Mos të rritet mendja, e të bëhet agresiv, e të bëhet
do thot mendje madh e të bëhet përbuzës i tjerëve, se tash ka pasuri, e ka pushtet, e ka famë, e mi shkel, e mi nënçmu, e mi ofendu ata që si kanë këto cilësi edhe këto karakteristika. Mbeti edhe përshkrimi i pjesës të fundit, që është përmendur këtë hadith, që pastaj me kalu të mësimeve të porosit, kjo pjesë mbeti për desin e ardhshëm, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu vazhdimisht na e ditë të bishme dhe vepra të mira, na e sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i Madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhennetul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.